po shifet që është një tendencë që ta mirëmbaj këtë rolin e grave brenda shtëpisë dhe ato t'i kthejnë kuzhinave dhe enëve edhe në kohët e Ramazanit. Po ishte një vendim i gabuar, ishte një vendim i cili pra bën thirrje që gratë të kthehen në ato role tradicionale, pra të kthehen në shtëpi më herët për të gatuar. Fuqizon këtë stereotip gjinor se vendi i grave në shoqëri është në kuzhinë. Dhe normal, marr parasysh që Ramazani është një festë fetare të cilën e mbajnë edhe burrat edhe gratë, po besojmë që në qoftë se një komunë merr një vendim tillë, duhet të jetë ky vendim t'i targetoj të gjithë ata të cilët e respektojnë dhe e majnë Ramazanin, pra edhe burrat edhe gratë, jo të ketë një do të thonë me tentu se po mendohet për mirëqenien e grave, ndërsa në anën tjetër të kërkohet prej tyre të kthehen më herët në shtëpi për me i kry ato role tradicionale për cilat ne tashmë besoj kemi arrit të dalim nga këto role, gratë janë pjesë e shoqërisë, gratë janë pjesë e vendimarrjes dhe do duhet që kjo të jetë edhe në vazhdim e jo të bëhet thirrje që ato të lirohen më herët nga vendi i punës për me i përfundu këto detyra dhe obligime të cilat priten tradicionalisht prej grave. Por zona Berisha, komentet në publik janë të ndryshme, pra pse përse duhet të kuptohet si diçka negative një gjë e tillë? Do t'ishte pozitive, si që ceka në qoftë se edhe burrat edhe gratë, të cilët janë me Ramazan do të liroheshin. Fakti që janë liru vetëm gratë, tregon që pritshmëritë janë që ato të shkojnë në shtëpi, edhe në këtë fazë të Ramazanit prap të vazhdojnë të kryejnë ato obligime brenda familjes për cilat pritet. Pra do t'ishte në rregull në qoftë se ky vendim do t'i targetonte barabartë gratë dhe burrat. Mirë po, marr parasysh që i targeton vetëm gratë, po shifet që është një tendencë që ta mirëmbaj këtë rolin e grave brenda shtëpisë dhe ato t'i kthejnë kuzhinave dhe enëve edhe në kohët e Ramazanit. Dhe kjo ka ndodhur vetëm në një komunë, cila është le të themi apeli juaj, pra zonja Berisha dhe kundërshtimi juaj në fakt. Po ne nuk kemi çka të shpikim këtu ujë të nxehtë, domethënë ne kemi një kushtetutë e cila vendin ton e njeh si një vend laik, mirë po një kushtetutë e cila gjithashtu secilit individ dhe secili qytetar na jep të drejtën për praktikim të secilës fe që ne i besojmë, pra besimi është çështje shumë individuale, pirja do të ishte që të mos ketë kësi manovrime, sepse ne e dimë që fundi i këtyre nuk është se është mirëqenia e qytetarëve, po më shumë janë pika politike, po jena politik për kandidat ndryshëm, për udhëheqës ndryshëm, qoftë vendimi në komunën e Prishtinës, qoftë vendimi në komunën e Fushë Kosovës. Pra thirrja jonë është që të qëndrojmë në legjislacionin ton, në kushtetutën ton, të respektojmë ato, t'ju krijojmë grave dhe burrave mundësi për punësim, mundësi për emancipim, ndërsa praktikat të cilat e thash, pra janë praktika individuale, të mbeten në nivel individual. Nuk ka nevojë shteti të përzihet apo institucionet të përzihen në mënyrën se qysh qytetarët dojnë me i praktiku besimin e vet fetar.